Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm duke konsumuar 8 kokra ara çdo mbrëmje për 30 ditë do të kuronit këto 10 sëmundje. Arat, si pjesë e një regjimi të shëndetshëm ushqimor, janë shumë të dobishme për shëndetin e zemrës. Arat përmbajnë acide yndyrore, mono të pangopura dhe shumë ushqyes të tjerë. Për më tepër, ato mund të kontribuojnë edhe në mbajtjen e trupit më të ngopur. Mund të konsumohen ndërmjet vakteve shumë lehtë, ndonse përmbajnë edhe shumë kalori. Pavarësisht kësaj, arat janë të mira dhe një ushqim tejet i mirë për të shtuar në dietën tuaj. Duke u konsumuar brenda normës së lejuar, do t'japi rezultate të shkëlqyera në rritjen e vlerave të trupit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, sigurohuni që ta keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e lartë ushqyese që bartin. Por si ndikojnë arat tek shëndeti juaj i zemrës? Arat janë të mira për shëndetin e zemrës dhe do të ulin rrezikun e humbjes së jetës në mënyrë të parakoshme nga sëmundjet e zemrës. Ato mund të quhen të dëmshme nëse teproni, por nëse i konsumoni brenda normës, vlerat do të jenë të larmishme. Një nga mënyrat se si arat ju ndihmojnë të mirëmbani shëndetin e zemrës është se ato ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ky i fundit mund të luajë një rol kryesor në bllokimin e enëve të gjakut. Ngrënia e tyre ndihmon ndjeshëm edhe në uljen e gjasave për mpiksin e gjakut, fal të cilave zemra pëson edhe një atak fatal. Vlerat fantastike të arave do të luajnë një rol pozitiv në rritjen e përfitimeve të trupit të njeriut. Arorët janë të pasura me proteina, por disa prej substancave më të shëndetshme, siç janë yndyrnat e pangopura, yndyrnat e mira që gjenden te arat, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Acidet yndyrore omega 3, këto acide gjenden kryesisht te peshqit dhe te arorët. Acidet yndyrore janë të shëndetshme për zemrën dhe mbi të gjitha parandalojnë luhatje të dëmshme të tyre. Arat janë të pasura me fibra, vitaminën E, sterole bimore, larginin dhe sasia e shëndetshme e arave është 5 deri në 8 kokra çdo ditë, si një zgjidhje natyrale për të rritur përfitimet e trupit dhe për të parandaluar kështu edhe komplikacionet e tij. Arat kanë dyfishin e antioksidantëve, në krahasim me të gjitha arorët e tjerë dhe çlirojnë nga organizmi radikale të lira të cilat dëmtojnë dhe shkaktojnë shumë probleme. Sipas ekspertëve, arat janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se nëse njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arorë në ditë, ata do të humbasin shumë prej vlerave ushqyese më të mira të tyre. Një studim të cilit i referohemi sipas Delsaj tregoi se arat përmbajnë element mjaft të rëndësishëm të cilët ndihmojnë kundër sëmundjeve në zemër, diabetin e tipit 2 dhe parandalojnë radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia 8 arave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu, dhe përveç se të pasura me shumë lëndë ushqyese, ato përmbajnë fibër, proteinë dhe vitamina. Arat janë të mira për shëndetin mendor, fal antioksidantëve që mbartin. Një nga aspektet më interesante të arave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit tuaj mendor. Arat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arorëve të ndryshëm. Nga të dhënat e studimit u treguan se arat ishin mjaft të mira për organizmin tuaj. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arat me idenë se ato përmbajnë yndyrna, por këto yndyrna janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë edhe enët e gjakut. Sipas tyre, ngrënia 8 arave para bukje, njeriu mund të humbas peshën më lehtë, sepse arat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjatë dhe konsumi i tyre çdo ditë. Në këtë mënyrë do të japë rezultate të shkëlqyera në përfitimin e shëndetit tuaj. Ekspertët i cilësojnë arat si një nga zgjidhjet produktive më të mira mbrojtëse për organizmin e shëndetit. Arat janë një ushqim ideal për shëndetin tuaj të trurit. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë tek arat përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në luftën kundër depresionit. Arat janë tepër ushqyese. Arat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyra të shëndetshme. Arat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez,
gjithashtu edhe elementë të tjerë ushqyes për rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivele të larta të kolesterolit. Arat, edhe falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Vaji i arrave përmban biotinë omega-3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë gjithashtu edhe zbogthin. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg edhe infeksionet. Arrat janë një ushqim shumë i mirë edhe për shëndetin e lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftën e radikaleve të lira si pasojë e stresit duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbart rrafët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Arrat janë të mira në luftën kundër sheqerit të lartë, duke dhënë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim do t'i japin një mbrojtje më të mirë për imunitetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së lartë të elementëve ushqyes, çka do t'i japin rezultate të këshillueshme mbrojtëse për imunitetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja. Arrat do të përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit. Gjëndra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet edhe për cilësinë e gjumit. Ky hormon gjendet me shumicë të arrat duke i kthyer ato në një snak të përkryer edhe për të konsumuar përpara gjumit. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid. Ato janë mjaft të rëndësishme për elementet e tyre ushqyes në parandalimin e qelizave të dëmshme. Sigurohuni t'i përfshini vazhdimisht në dietën tuaj arrat, duke ditur edhe përmirësimin e lartë ushqyes që do të ofrojnë. Vaji i arrave ka veti të shkëlqyera ushqyese si astrigent, që ndihmojnë gjithashtu edhe për të mbajtur lëkurën të butë, më të fortë dhe më të shëndetshme. Fruti i arrave si ushqim ka një përmbajtje të lartë të kalorive dhe yndyrnave, prandaj konsiderohet si një super ushqim për njeriun, pasi është i pasur me vitamina duke përfshirë B1, B2, B3, B5, B6 dhe acidin folik. Ato janë të pasura me minerale si magnezi, hekuri, kaliumi, zinku e të tjera. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do t'jap rezultate të shkëlqyera në rritjen e përfitimeve të trupit. Gjithashtu, arrat mund të lehtësojnë problemet tuaja trupore. Gjithçka që ngelet është konsumi i tyre brenda normës së lejuar, në mënyrë që të mos shkaktojnë efekte të dëmshme për organizmin. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë nga organizmi radikale të lira të cilat dëmtojnë dhe shkaktojnë probleme. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arrore në dietën e tyre. Një studim i fundit të cilit i referohemi sipas Healthline doli në përfundim se njerëzit duhet hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Ndaj sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja. Ato konsiderohen si ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun, përveç se të pasur me antioksidant. Arrat përmbajnë fibër, proteinë, vitamina dhe minerale, element të tillë ushqyes mjaft të rëndësishëm në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Shëndeti mendor do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i arrave në mënyrë të rregullt. Një aspekt interesant i arrave është roli i tyre për të përmirësuar shëndetin mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm, ku i cilësoi arrat si një nga zgjidhjet më të mira produktive në rritjen e vlerave të trupit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të konsumoni 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë për të marrë këto përfitime. Nëse vuani nga komplikacione të ndryshme përpara konsumit, konsultoni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.